Protesta do të mbahet me 17 tetor në ora 17. Kësaj thirrje pritet të bashkohen mijëra shqiptarë të premte në Tiranë. Me të gjithë pa dallim për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët. Kështu ka bërë të ditur krejovele UÇK Sysni Gucati, derisa dha detaje për protestën e së premtes që do të mbahet në kryeqytetin shqiptar nga ora 17 në kërkim të drejtësisë për ish-krye të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Kemi gjetë mbështetje edhe nga qyteti i Tiranës vet, nga kryetari i bashkisë që është ushtrues e tyre, nga grupet parlamentare të partive ndryshme në Shqipëri dhe nga vetë qeveria e shtetit shqiptar. Pjesëmarrjen në këtë protestë e ka konfirmuar edhe kryeministri Edi Rama. Ai po ashtu bëri thirrje që të bashkohen këtij organizimi. Ndërkaq fjalë rasti do të ketë ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu dhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Do të jenë ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu, do ta marr fjalën, lideri shqiptar të Maqedonisë Ali Ahmeti do ta marr fjalën dhe unë si organizator i protestës në Tiranë. Po ashtu drejt Shqipërisë do të nisën mbi 60 autobus. Mbi 60 autobusa do të nisen nga vendet e ndryshme të Kosovës, pa e llogaritatur të Maqedonisë dhe të Molit Zillat për Shevës. Kjo protestë vjen pas asaj në Hag ku më mijëra qytetarë kanë kërkuar lirimin e ish-kryeve të UÇK-s. Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, të cilët ndodhen në paraburgim që nga nëntori vitit 2020.